Liderët e Ukrainës dhe aleatëve të saj më të afërt evropian kanë dalë me një plan të përbashkët për t'i dhënë fund luftës që ka tronditur Europën për më shumë se 4 vjet. Pas takimeve të zhvilluara në Londër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz publikuan një deklaratë të përbashkët duke theksuar mbështetjen e tyre të palëkundur për Ukrainën. 4 liderët paraqiten 5 kushte kryesore për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Mes tyre përfshihen ndalimi i luftimeve, nisja e negociatave nga pozicionet aktuale në terren dhe ofrimi i garancive të forta të sigurisë për Ukrainën. Një nga pikat më të rëndësishme të deklaratës ishte kërkesa që Shtetet e Bashkuara të mbeten pjesë aktive e procesit të paqes, në një kohë kur vëmendja e presidentit amerikan Donald Trump është përqendruar gjithnjë e më shumë te kriza në lindjen e mesme. Takimi në Londër vjen në një moment kur lufta po hyn në një fazë të re për shkallëzimi. Ditët e fundit, Ukraina ka kryer sulme me dron në thellësitë të territorit rus, duke goditur edhe zonat pranë qytetit të dytë më të madh të Rusisë, Shën Petersburg. Ndërkohë, Rusia ka vazhduar sulmet me raketa dhe dron ndaj qyteteve ukrainase, duke rritur tensionet në front. Në prag të forumit ekonomik në Shën Petersburg, Zelensky i dërgoi një letër të hapur presidentit rus Vladimir Putin, duke propozuar negociata të drejtpërdrejta për përfundimin e luftës. Megjithatë, Kremlini ka përsëritur se lufta do të përfundojë vetëm kur të harrihen objektiva strategjike të Rusisë. Liderët evropian mbështetën thirrjen e Ukrainës për dialog të drejtpërdrejtë mes Kievit dhe Moskës, me pjesëmarrjen aktive të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane. Ata theksuan gjithashtu se Ukraina duhet të ketë të drejtën e plotë për të zgjedhur vetë aleancat dhe marrëveshjet e saj të sigurisë. Një mesazh që shihet si kundërshtim i drejtpërdrejtë ndaj kërkesave të Rusisë për të kufizuar aspiratat e Kievit për t'u bashkuar NATO-s. Ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë, luftimet në terren tregojnë se rruga drejt paqes mbetet ende e gjatë dhe e pasigurt.